Faleminderit me ndeshje luftuar nga drita e të rikthehesh me pas dy golshe në dezavantazh, por në fund drita absolutë. Po, që t'jemi real edhe të sinqert, mendoj që fillimi i lojës na takoi neve, patëm dy mundësi të mira në fillim të lojës, po pastaj me dy ndërprerje nga korneri pësuam gol edhe mendoj që fillimi i pjesës së parë ishte më i mirë te ne, pastaj morën tempën në lojës e diktoi ekipa kundërshtare, por gjithsesi reaguam pjesë dytë edhe morëm lojën dorë edhe arritëm drejt te barazimi, po në fund fare mendoj që nuk ishte fati në anën tonë. Ndryshoi më shumë pjesa e pushimin në mes pjesëve në ndryrimin e tempos lojës. Çka ndryshoi trajneri Ezekiel Ramadani për pjesën e dytë? Po thash edhe me fillim, thash që nëse në pjesën e parë ne kishim realizuar dy mundësitë që i patëm, do ishte favorin tonë rezultati. Po gjithsesi pësuam nga dy gabime, dihet që në këtë ndeshje gabimi më i vogël ndeshkën. Edhe kundërshtari arritëm mjaft mirë, po gjithsesi pjesa e dytë ishte më e mirë, edhe më e mirë akoma për ne, sepse u kallëzuam më konkret, ndoshta edhe me cënik para portës. Për atë edhe erdhi barazimi, po gjithsesi ndeshja është e hapur, ndeshja për kualifikim është javën tjetër dhe shpresojmë që do arrijmë ta rikthejmë. Trajneri ishte një fillim i mirë për dritën, por psua dy gola më pas. Realisht këto ndeshje janë të vështira dhe ne në fillim patëm dy me të vërtet gjysëm raste po i quaj, derisa nuk erdhi goditja direkt te Kaporta, atë në gjysëm raste, depërtimi veton tushës nga krahu i majt. Nuk arritëm të ndeshkem kundërshtarin, pas erdhën dy goditjes korne ishin nga goditja nga Kandi, mund të shkojmë 2-0. Normal, nuk ishte ndonjë gjë që ishim të kënaqur për shkak që golat erdhën nga goditje standarde. Në pjesën e parë mendoj që dhanë maksimumin futbollistët, pastaj pjesën e dytë domosdo rezultati të detyron të rrezikosh edhe më tepër dhe në fund mendoj që e humbëm pa fat këtë takim. Se arritëm të barazojmë rezultatin, ishte një guxim i madh i futbollistëve, një presion i lartë, duke rrezikuar nga mbrapa, duke luajtur 4-4. Perfekt ka qenë nga i pari deri te i fundit, dy gola të shënuar, por ajo në sekondat e fundit erdhi goli i humbjes, por nuk duhet jemi dëshpëruar për shkak që e pam që mund të shënojmë edhe kësaj skuadre, siç shënuam dy gola për në pjesën e dytë, mund të shënojmë edhe atje, nuk do të shkojmë dorëzuar, do japim maksimumin edhe në ndeshjen e radhës. Çka do të ndryshonit për ndeshjen e kthimit në krahasim me ndeshjen e parë këto? Për shkak se pam një dritë komplet ndryshe në krahasim me pjesën e parë me dytën. Pjesën e parë ishim pak më të kujdesshëm, edhe duke tentuar të kapim kundërsulme. Pastaj pjesën e dytë morëm rrezikshmëri më të lartë dhe u shpërbly ajo, që do të thotë atje nga minuta e parë do të jemi me një rrezikshmëri më të lartë përpara, duke luajtur 1-1, mos lëm kundërshtarin ndërtoj lojë dhe shpresoj të na del pozitiv siç na dul në fillim të pjesës dytë. Edhe për një rast në minutën e 87 pati një rast kur u afrua gjyqtari për plumbin. Çka ndodhi? Kishte një mosmarrëveshje mes dy futbollistëve, por besoj që u sqarua ajo mbrenda fushë. Deri dënë shënuat dhe realizuat në këtë takim, por në fund nuk ishte mjaftueshme. Po, besoj që rezultati real kishte qenë barazim në këtë ndeshje, pasi që edhe siç e patë pjesën e dytë nisëm mjaft mirë, me një pressing shumë lart dhe arritëm që ta barazonim me rezultatin dhe besoj që me një ç'është më thon, ndoshta një jo pa kujdesi, po një gabim i lehtë, besoj që edhe psu goli i tretë dhe ne humbëm ndeshjen, por besoj që asgjë nuk është humb dhe në ndeshjen e kthimit do japim maksimumin ashtu siç e bëmë në këtë ndeshje. Siç u ndjeve në shënimin e golit në momentin kur e morë topin dhe e largove një futbollist? Po, ishte një ndjenje fantastike, goli i parë në Conference League dhe sidomos në play-off, edhe jam shumë i lumtur me golin, por më mirë do ishte që ta kishim fituar ndeshjen. Çka presni për ndeshjes kthimi, sa do të jetë e vështirë ndeshja mëse është në Sloveni? Po, besoj që ato që treguam në pjesën e dytë ta bëjmë edhe atje dhe të shkojmë me fitore, na gjithmonë him në fushë që ta japim maksimum dhe të arrijmë fitoren dhe sigurisht që kemi arritur deri këtu është ajo fal neve. Milion si u ndjeve me golin e shënuar këtu në Fadil Vokre? Po, normalisht ka qenë ndjenjë shumë e mirë, është golla jam e parë me skuadrën e Celjes, edhe pikërisht ndodhi këtu në Prishtinë, në Kosovë, vendin ku jam rrit, ku kam luajtur futboll. Pranë familjes, e gjithë familja ka qenë këtu duke më shikuar dhe ka ndjenjë shumë ndjenjë e mirë dhe do ta mbajmë mend gjithmonë.
Kështu që normalisht e kam thënë ato duke qeshur, se i një shumë këtu lejtar kanë lojt me Liri Dëmbala, me veton të ushën kombëtare Unisteni, edhe kam bërë atë deklarat duke qeshur, nuk ka qenë kur gjë serioze, por normalisht si çdo futbollist që ka qef me fitua dhone, kështu që nuk ka shumë rëndësi ajo deklarat, me rëndësi që ju më gjesh shumë mirë, në Fadil Vokri, në stadiumin më të mirë, edhe do ta moj men shumë gjatë.